Banorët e zonës periferike të lagjes së re në qytetin e Patosit jetojnë të braktisur nga pushteti lokal, pa ujë të pishëm, pa ndriçim, pa rrugë dhe pa kanalizimin të ujërave të zeza, shërbime që në vitin 2026 nuk janë luks, por detyrim ligjor i bashkisë. Sipas qytetarëve, bashkia Patos ekziston vetëm në fushat zgjedhore, ndërsa jashtë saj mbeten vetëm premtime të pambajtura dhe harresë institucionale. Madje edhe investimi i vetëm në rrugën e lagjes nuk është kryer nga bashkia, por nga një subjekt privat biznesi, duke treguar qartë se institucioni ka dështuar në misionin e tij në këtë lagje periferike përgjatë rrugës Fier-Mallakastër. Qytetarët pyesin hapur se kush mban përgjegjësi për këtë braktisje, administrata lokale që premton apo deputetët që mbajnë peng karrikët e parlamentit prej 3-4 mandatesh, të cilët dinë vetëm të premtojnë dhe të heshtin, po jo të jenë pranë qytetarëve apo të gjithë bashkë. Tubut të kanalit ujëra zeza nuk ka fare. I shkarkojmë me një kanal atje, vjen prill maj këtu, nuk rrit do të mu shkonjat. Helbe dynjaja. Ka që po më dimër, po si që shiko si e mushu kanali plot, me zhukët, me ujëra zeza. Ne jemi lartë 30 metrë në kanali. Kur duan taksat edhe vota qërë janë ato të tëra, vinë derë më derë, na premtojnë, na gënjejnë. Ja, urdo dhe e ke. Ujërat e zeza i kemi vërdhën të shpis. Nuk janë të grumbulluara për kanalet me tubacione, njëra tjetër, si që e rregull i shtetit. Kemi shumë gjëra. Ujtë e pishëm, s'kemi po pim në ujtë e puzit. Duar vendi ullët, nuk ka ujtë të rrjedhshëm, rri ujtë flej, gjumë, me shumë mikrobe. Taksa po i pagojmë një për një, muaj për muaj. Jemi në rregull me taksat. Ai përmirësim në shtetit nuk po shkojnë. Banorët e Patosit shprehen revoltuar jo vetëm me pushtetin vendor, por edhe me deputetët e opozitës, të cilët sipas tyre shfaqen vetëm në studi televizive, ndërsa në terren mungojnë kur qytetarët përballen me probleme reale. Ku janë deputetët opozitar që flasin për hallet e qytetarëve? Pyesin banorët duke theksuar se përgjegjësia politike nuk ka ngjyrë kur qyteti mbetet pa shërbime. Të zhgënjur dhe pa besim të administrata aktuale, qytetarët e Patosit kërkojnë zgjidhje të shpejta të problemeve të denoncuara në mënyrë që institucionet të kenë kohë reale për të punuar dhe jo për të justifikuar dështimet. Sipas tyre, Patosi nuk mund të mbahet pengi një pushteti që mbledh taksa me forcën e ligjit, por nuk garanton as minimumin jetik. Qytetarët theksojnë se kur shteti di të ndëshkojë për një detyrim financiar, por nuk di të shërbejë, atëherë legitimiteti i tij vjet seriozisht në pikpyetje. Banorët kanë theksuar për televizionin Apollon se heshtja ka marrë fund. Ata kërkojnë zgjidhje, përgjegjësi dhe llogaridhënie. Nëse pushteti lokal dhe përfaqësuesit politik të mazhorancës do të vazhdojnë të jenë larg qytetarëve, atëherë vendimi duhet të kthehet qytetarëve përmes zgjedhjeve të shpejta, sepse sipas tyre Patosi nuk ka nevojë për premtime të reja, por për pushtet që punon.